31 maj. Kur nuk e lëm pas ungjillin. Edhe ju, megjithse më parë ishit të huajtur dhe armiq në mendjen tuaj dhe në veprat e liga, por tani ju pajtoj në trupin e mishit të tij nëpërmjet vdekjes, për t'ju paraqitur të shenjtë dhe të patëmet dhe të paqortueshëm përballë tij. Nëse vërtet vazhdoni në besim, duke qenë të themelt dhe të patundur, dhe duke mos lëvizur nga shpresa e ungjillit, të cilin e dëgjuat dhe që u predikua në të gjithë krijimin nën qiell. Kolosianëve 1:21 deri në 23. Shumica e njerëzve perëndimor të shekullit të 21 do të thoshin se, në përgjithësi, qenjet njerëzore janë të mira. Megjithatë, mjaftojnë vetëm lajmet e një dite për ta vënë shpejt në pikpyetje një nocion të tillë. Mjafton një ditë në shoqërinë tonë për ta hedhur poshtë këtë pretendim, sepse nëse tregojemi plotësisht të sinqert, duhet ta pranojmë se zemrat tona janë të padisiplinuara dhe jashtë kontrollit, dhe zgjidhjet popullore për këtë problem, të tilla si më shumë arsimim ose ndryshime në rrethanat shoqërore, nuk duket se i rregullojnë ndonjëherë gjërat. Njerëzimi vazhdon të jetë një rrëmuj. Kur kthehemi te Bibla, zbulojmë një të vërtetë të shëmtuar për veten tonë. Arsyeja pse ndihemi të huajtur nga njerëzit përreth nesh. Arsyeja pse ndonjëherë ndihemi të huajtur nga vetja është sepse jemi të huajtur nga Perëndia. Të huajtja jon horizontale është treguesi një të huajtjeje vertikale, edhe më serioze. Perëndia na krijoi që të mund të kemi një marrëdhënie me të, por mendja jonë është larguar prej tij. Ne nuk mendojmë për të, nuk e duam atë, madje as nuk e kërkojmë atë. Megjithatë, ka një lajm të mirë. Si ndjekës të Krishtit, ndërkohë që dikur ishim të humbur, tani jemi ripërtërir. Ne ishim të huajtur, por tani jemi pajtuar. Jetonim në një vend të errët dhe tani jemi sjellë në dritë. Ishim të bllokuar dhe tani jemi liruar. Ishim të vdekur dhe tani jemi bërë të gjallë bashkë me Krishtin. Kjo është përvoja e atyre që e njohin Perëndin, ashtu siç ai e ka zbuluar veten nëpërmjet fjalës së tij. Ky transformim nuk është thjesht rezultati një vendimi për të përmirësuar jetën. Në një çast të caktuar, shumica prej nesh kanë menduar: po hap një faqe të re dhe po bëj një ndryshim. Këtë vit do të jem më mirënjohës se vitin e kaluar. Dhe mirë bëjmë. Nuk ka asgjë të keqe këtu. Ndoshta miq dhe familja jon do të emocionoheshin po ta dëgjonin diçka të tillë. Megjithatë, ky nuk është qëllimi përfundimtar për një të krishterë. Përkundrazi, ndryshimi në jetën e të krishterëve nxitet dhe fillohet nga hiri shpëtues i Perëndisë. Ne vazhdojmë ashtu siç filluam, me anë të hirit. Lajmi i mirë i ungjillit është fakti që Jezusi i Nazaretit erdhi për llogarinë tonë, për t'i dhënë fund të huajtjes sonë. Ai dhe vetëm ai ka bërë atë për të cilën kemi më shumë nevojë, por që nuk mund ta bënim dot për veten tonë. Prandaj, thirrja ndaj nesh është shumë e thjeshtë. Vazhdoni në besim, duke mos lëvizur nga ungjilli. Nuk kemi kurrë nevojë që ta lëm pas ungjillin e thjeshtë të Krishtit të kryqëzuar, të ringjallur dhe që mbretëron. Në fakt, ne nuk guxojmë ta bëjmë këtë. E megjithatë, sa e lehtë është për ne që të ftohemi ndaj këtyre të vërtetave, që familjariteti, nëse nuk lind për buzje, të lind vetë kënaqësi. Prandaj, shqyrtoje zemrën tënde me ndershmëri. Pranoje mëkatin tënd dhe ktheu sërish tek ungjilli, duke thënë plot mahnitje: për mua vdiqe, o Perëndia im.